E dashur, përshëndetje. Po e lexoj librin tënd dhe kam arritur te kapitulli 17. Për mendimin tim mendoj që është një libër që është të bësh bizetim me veten tënde. Dhe brenda ka sinqeritetin, ka zgjuarsin, duke treguar e manshur në veprimet që ke bërë, edhe një durim të papar, në mënyrën e të priturit gjërat në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Është një libër që më ka shumë mirë që ti ato kujtimet i ke mbajtur, sado të vështira kanë qenë ose që të kanë dhembur, se kanë qenë në situata shumë të vështira, ti ke shkruar edhe mënyra se si ka treguar, i tregon në një mënyrë që duket vetë sikur je ti aty prezent. I ndjen me zemër këto gjëra që vërtet i ke ndjer dhe i besoj dhe kuptoj. E çdo kush besoj që nuk e vërë askush që të jetë në situatën tënde, ka të vështirë që të ke pasur. Por ja ke dalë ora edhe unë kam histori të ndryshme të jetës time që thash një herë, në qoftë se ne fillojmë i shkruajmë, domethënë historitë tona ashtu si ti ke shkruar. Po vjen mirë që ti ke shkruar dhe me data saktuar, im ke mbajtur mend, ke qenë shumë precize në gjërat që ke shkruar. Edhe më vjen shumë mirë që ke qenë shumë e mençur për të kuptuar veten tënde në lidhje me atë që i aftë të bësh. Edhe ke nxjerr, domethënë, ke arrit të shkruash historinë tënde në një libër, po të flet shumë. Edhe më vjen shumë mirë që ti i ke dhënë një kuptim shumë të veçantë këtij libri.